Paraministrisë së Mbrojtjes jemi vendosur sepse duam t'ju bëjmë një thirrje të gjithë ish ushtarakëve, të gjithë ish oficerëve, të gjithë ish nënoficerëve që të marrin pjesë në protestën tonë që duam të organizojmë në datën 10 prill pas pak ditësh në Qeserat, në Tepelen, në fshatin ku ka lindur ish oficeri i vrarë në Peshqepi, në masakrën e Peshqepisë ku vra ish oficeri Fatmir Gjini dhe ushtari ish oficeri Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini. Ne duam të jemi atje në fshatin Qeserat të Tepelenës, në fshatin ku ka lindur Fatmir Shehu në atë datë, për të mos e lënë të harrohet ajo që ka ndodhur, sepse asnjëri nga i grup terrorist që kanë bërë atë masakër terroriste, asnjëri prej tyre nuk është ndeshkuar. Ka ndodhur e kundërta. Njeri me kryesori i akuzuar për atë masakër që është kapur me armët e asaj poste kufitare edhe në Greqi dhe ka bërë për mbajtje pa leje, ka bërë burg në Greqi, është Fredi Beleri. Ky Fredi Beleri është sot i promovuar nga opozita dhe nga forcat të shumta politike shqiptare. Imagjinoni, e bën major dhe pastaj pasi e bën forcat tradhtare shqiptare major këtu, domethënë kryebashkiak, se ky është përkthimi i kryebashkiakut, vajti Evropa dhe ne e bëri marshall. Unë ju kërkoj juve të zotrinj oficer, nën oficer të ushtrisë së atëhershme dhe të sotme, që vetë ju ose njerëz tuaj të jenë në datën 10 prill në Qesaratën e Tepelen, në shenjë proteste ndaj asaj që ka ndodhur, pa ndëshkueshmërisë, po sidomos që t'ju japim një sinjal spakut dhe organeve të drejtësisë që ta rihapin çështjen e Peshqepisë, çështjen Beleri, dosjen, sepse është mbyllur, është grisur, është lënë me një anë. Dua t'ju them këtë, në qoftë se vazhdojmë kështu, nesër pas nesër vazhdimisht po folet në Evropë dhe në botë për luftë. Imagjinoni se ku do i çoni djemtë dhe vajzat tuaja. Do i çoni që në krye të shtetit mund të dalin Bejleri dhe mbështetësit e Bejlerit nga zgjedhje. Imagjinoni pra, djemtë dhe vajzat tuaja do i çoni që t'i komandoj ai që ka bërë namin në 30 vjetë dhe përpara 31 vjetë më parë bëri gjithë masakër dhe për mungesë provash është i lirë. Pra, jemi duke shkuar deri Greminës. Djemtë dhe vajzat e juaja nesër pas nesër do i çoni te këta njerëz që nuk meritojnë të jenë në burg, do i çoni t'u komandojnë këta. Do i çoni djemtë dhe vajzat e juaja të përfundojnë si qapi te kasapi. Mbajeni mend këtë dhe popujt që harrojnë historinë rijetojnë atë dhe ne kemi rijetuar vazhdimisht sepse vazhdimisht e kemi harruar. Të marrim pjesë, ju kërkoj ndihmën tuaj, oficer dhe njëherë, nën oficer, edhe në qoftë se nuk vini vetë, të vinë fëmijët tuaj, në qoftë se u bëhet e mundur në datën 10 prill, nga ora 11 deri në 12:00 të mesditës në Qesarat në Tepelen. Në qoftë se nuk vini dot, shpërndajeni këtë video, që ta shohin të tjerë, sepse dikush mund të jetë në linjë, dikush jo, dikush lajmëron dikën tjetër që don me shpirt të vi dhe nuk don të bëhet të pre, të shkoj që nesër pas nesër të shkojnë brezat njëri pas tjetrit si qapi te kasapi nën komandën e Belerit dhe të atyre që janë pas Belerit, që e lanë pa ndëshkuar për 31 vjetë dhe sot jo vetëm që e kanë të pa ndëshkuar, por e kanë ngritur në qell atë që ka bërë namin e zi, që vrau 2 vetë, që plagosi gjithë ata, që terrorizoi gjithë repartin. Uroj që t'i thirrim paksa vetdijes, ndërgjegjes tonë, kombëtare dhe shqiptare, të marrin pjesë dhe të mos e lejmë të vazhdojë kjo menxyrë. Të gjithë të mirat.